Mbrëm rreth orës 20 në sektorin për punë të brendshme Tetov është privuar nga liria dhe mbajtur në stacionin policor personi ÇB 34 vjeç nga Tetova, duke vepruar pas një denoncimi paraprak, pasi ai kishte hyrë me forcë në banesën e ish-partneres së tij, 41 vjeçare, dhe e kishte përdhunuar. Pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Mbrëm pas mesnate, pjesëtarët policorë të stacionit policor të Gosivarit kanë privuar nga liria personat MAK 18 vjeç dhe MJ 19, të dy nga Republika e Turqisë, me qëndrim të përkohshëm në Gosivar, për shkak se atyre u është gjetur dhe konfiskuar marijuan. Më pas, në periudhën nga ora 3:30 deri në orën 4:10, me urdhër gjykate, është kryer kontroll në shtëpinë ku jetonin, me që rast është gjetur dhe konfiskuar një qese me marijuan. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tyre do të përgatitet kallëzim përkatës. Dje në periudhën nga ora 15:50 deri në orën 17:30 në autostradën Shkup-Tetov, pranë pikës së pagesës rrugore Zhelin, pjesëtarët policor të stacionit policor për sigurinë e komunikacionit rrugor Tetov kanë privuar nga liria personin IU 36 vjeç nga Gosivari, RA 20 vjeç nga Struga dhe BL 23 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit të trafikut me radar, është konstatuar se IU kishte drejtuar një automjet pasagjerësh BMW me targa të Gosivarit me një shpejtësi prej 173 km/h. RA 20 vjeç nga Struga kishte drejtuar një automjet pasagjerësh Audi me targa të Strugës me një shpejtësi prej 181 km/h dhe BL 23 vjeç nga Tetova kishte drejtuar një automjet pasagjerësh BMW me shenja kombëtare gjermane me një shpejtësi prej 221 km/h në një vend ku shpejtësia maksimale e lejuar me shenjë trafiku është e kufizuar në 100 km/h. Ata janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rasteve, kundër tyre do të ngrihen kallëzime përkatëse, sipas nenit 297A të kodit penal, drejtimi i pakujdesshëm i automjetit. Dje rreth orës 15:30 në departamentin për punë të brendshme Gosivar, SN 35 vjeç nga Gosivari ka denoncuar se nga shtëpia është larguar vajza e gruas së tij, LP 15 vjeç nga Gosivari, po merren masa për gjetjen e personit.